Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi në datën 27 Korik dhe kisha janë ortodokse. Në këtë ditë na nxit lexojmë nga letra e dytë e apostullit Pavlit drejtuar Timotheut, kapitulli 2, vargu 1 deri në vargun 10. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë sipas heterve. Ti pra birin forco në hirin që është në Krishtin Jezu, dhe ato që dëgjova nga unë përpara shumë dëshmitarëve jepu a njerëzve besnik, që do të jenë të aftë mësojnë dhe të tjerë. Ti pra doro pjesën tënde të vuajtjeve si një ushtar i mirë i Jezu Krishtit, sepse asnjë nga ata që shkojnë ushtar nuk gatrohen me punrat e jetës, që ti i pëlqejnë atij që e mori ushtar. Po ashtu nëse dikush merr pjesë në gara, nuk kurorëzohet, po të mos ketë luftuar sipas rregullave. Bujku që mundohet duhet të marrë pari pjesën e fryteve. Mendo për ato që të them, sepse Zoti do t'i jap mend për të gjitha. Kujtoj që Jezu Krishti nga fisi i Davidit u ngjall së vdekurit sipas ungjillit tim, për cilin unë po vuaj deri dhe në pranga po si keqbërës, por fjala e Perëndis nuk lidhet në pranga. Prandaj unë i duroj të gjitha për shkak të zgjedhurve, që ata të kenë shpëtimin që është në Krishtin Jezu bashkë me lavdi të përjetshme. Amin. Pra, ky tekst është nga letra e dytë e apostullit Pavlit drejtuar Timotheut, është një nga pjesët më të pasura të dhjatës së re për dishepullizimin, qëndrueshmërinë dhe besnikërinë. Por le të lexojmë varg më varg dhe ta komentojmë sipas heterve. Ti pra birin forcohu në hirin që është në Krishtin Jezu dhe ato që dëgjova nga unë përpara shumë dëshmitarëve, jo njerëzve besnik, që do të jenë të aftë mësojnë dhe të tjerët. Apostulli Pavli drejtohet me këtë letër të dytë të birit të tij Timothe. Pra, shikon se si thotë shënia angu i arti, apostulli Pavli nuk i thotë Timotheut forcohu në veten tënde, por në hir. Forca e shërbëtorit të Perëndis nuk buron nga karakteri apo aftësitë e tij personale, por nga hiri i Krishtit. Prandaj dhe kur apostulli Pavli kërkoi Zotit që ta largonte tundimin e djallit, pra të hedh që kishte në trupin e tij, atëherë Krishti i tha të mjaftoni hirim, sepse në dobësitë tua duket fuqia ime. Kështu i tha apostulli Pavli e kuptoi mirë këtë mister dhe tha nuk do mburem me gjë tjetër veçse në dobësitë mia, që aty ku jam i dobët të jemi fort. Këtë mësim që apostulli Pavli kishte mësuar nga eksperienca e tij, ja tregoi dhe birit të tij dhe nxënësit e Timothe. Ai shkruan se ai nuk tha boj fort, por forcohu në hir, sepse gjithçka vjen nga ndihma e Perëndis. Pra, këto thot Shënia angu i arti në këtë koment që i bën këtij vargu. Shën Efrem Siriani thotë se hiri nuk e zëvendëson përpjekje njerëzore, ai e fuqizon atë. Patjetër që Perëndia bën punën më të madhe, themi 99% të zgjidhjes së një problemi, por atë 1% që duhet ta bëjë edhe njeriu. Kjo quhet sinergjia. Pra, Perëndia bën atë që është e pamundur dhe njeriu bën të mundur. Edhe sot tundimi është të mbështetemi te inteligjenca, përvoja ose aftësitë tona ose misitë te fuqitë tona. Por ky varg na kujton se shërbesa, familja dhe jeta e krishterë mbështeten mbi hirin e Krishtit. Në qoftë se Zoti nuk e ruan qytetin, më kot mundohen ata që e ruajnë. Pra, na thuhet tek psalmet. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm dhe të japim vend hirit Perëndis, sepse Krishti përsëri na thonë një vend tjetër pa mua nuk bëni dot asgjë. Le të lexojmë dhe vargun e dytë, dhe ato që dëgjova nga unë përpara shumë dëshmitarëve për njerëzve besnik që do të jenë të aftë mësojnë dhe të tjerët. Pra, Shënia angu i arti sheh këtu modelin e trashëgimisë apostolike. Shikoni se Krishti është apostulli i Atit bashkë me Shpirtin e Shenjtë dhe Zoti Jezu Krisht zgjolli apostujt që i dha Shpirtin e Shenjtë dhe apostujt zgjollen peshkopët dhe kështu peshkop mbas peshkopi ne kemi këtë vazhdimsi apostolike që trashëgohet me vënien e duar ose me hirotonin. Kështu që kemi dhe këtë që apostulli Pavli jep këtë urdhër, por edhe këtë bekim Timotheut dhe njerëzve besnik të tjerë të shkohet nga Timotheu. Pra, siç e thash, kjo vazhdimsi apostolike vazhdon deri më sot dhe deri në fund. Prandaj edhe kisha ortodokse është kisha apostolike, sepse ajo ka vazhdimsinë apostolike të pandërprerë, ndryshe nga kishat heterodokse, heretike, sizmatike, të cilat u ndan nga kjo vazhdimsi apostolike dhe mund të themi janë të vetë shpallur dhe nuk e kanë të drejtën dhe hirin e plotë
për bekim dhe shenjtërim. Ungjilli nuk bëhet për vete, ai transmetohet. Pra, këtë detyrë ja caktoi Apostull Pavli Timotheut, që Timotheu ato çfarë kishte mësuar nga Apostull Pavli mos t'i mbante për vete, por t'i transmetonte të tjerë. Pra, çdo brez mëson brezin tjetër, dhe fjala e Perëndis përhapet si ajo jehona, ose si ato valet e ujit. Pra, shënja Gojarti vëren dhe diçka tjetër, se Pavli nuk kërkon njerëz të talentuar, por së gjithash për besnik, njerëz besnik, shumë e rëndësishme. Zoti nuk shikon shumë në inteligjencën tonë ose në aftësitë tona, por si zgjodhja dhe apostujt, ai shikon njerëz besnik. Njeriu besnik që beson në ato çfarë thot Perëndia dhe nuk dyshon, është njeriu i përshtatshëm për Zotin. Dhe dija, fuqia janë të Perëndis. Te njeriu duhet të jetë besnikëria dhe përurësia. Kisha rritet kur besimtarët formojnë të tjerë. Pra, një brez formon brezin tjetër. Kjo është dhe sfida që ka kisha. Në çdo kohë ajo jep një rëndësi shumë madh ungjillizimit, katekizimit, apostullimit, ashtu si dhe shikojmë prindrit formojnë fëmijët dhe prifërinë, teologët, katekistët formojnë besimtarë të pjekur që ata të ndihmojnë edhe të tjerët. Por le të flasim dhe për vargun e tretë ku na thuhet: ti pra duro pjesën tënde të vuajtjeve si një ushtar i mirë i Jesu Krishtit. Shën Teodoriti thot ushtari nuk e zgjedh betejën, ai bindet komandantit dhe urdhrit. Prandaj i jemi thirrur si ushtarët e Jesu Krishtit, jo për të shkuar aty ku duam ne, por për atje ku na cakton komandanti, generali, dhe këtu flasim për Krishtin, por dhe për ata që i ka dërguar Krishti, që është episkopi, është kleriku, është ati rrëfys. Shënja Gojarti thot se Krishti nuk premtoi rati, por fitore përmes durimit. Vuajtja nuk është shenjë e mungesës së besimit, por shpresë e pjesës së thirrjes. Pra, atë çfarë i thot apostulli Timotheu na thotë ne, duro pjesën tënde të vuajtjeve. Nuk ka pa vuajtje në jetën shpirtërore, sepse kjo do ishte në dëmin ton. Ashtu si dhe Shënandoni ma thot, hiqja tundimet botës dhe asnjë nuk do shpëtoj. Të krishterët mund të përballen me tallje, padresi dhe sakrifica për hir të emrit të Krishtit, të ungjillit, dhe ky varg i fton të qëndrojë besnik pa u dorëzuar deri në fund, edhe përballë vuajtjes, sfidave, madje dhe martirizimit. Flasim për vargun e 4, sepse asnjë nga ata që shkojnë në ushtar nuk ngatrohen me punërat e jetës që t'i pëlqejnë atij që e mori ushtar. Pra, në këtë varg, siç interpretojnë dhe jetrit, Shën Johan Gojarti shpjegon se ushtari nuk duhet lejojë që interesat toksore të largojnë nga misioni. Dhe këtu flasim interesat ngushta familjare ose interesat e profesionit, diçka tjetër. Pra, Zoti ka vendin e parë në çdo gjë, edhe në marrëdhënien me prindërt, në marrëdhënien me bashortin, marrëdhënien me fëmijë, marrëdhënien me shoqërinë, marrëdhënien me profesionin. Zoti nuk konkurohet. Urdhri i Zotit është primar. Problemi nuk janë gjërat e botës, por problemi është kur ato bëhen zotër në zemrën tonë dhe konkurojnë Zotin, pra bëjnë illuj të rem. Dhe në farë mënyre na ndalojnë ne për të bindur urdhrit Perëndis. Krenaria, pasuria dhe ratia nuk duhet bëjnë qëllimi kryesor, prioriteti mbetet Krishti. Pra, jo vetëm ata të cilët janë thirrur për një shërbim drejt për Krishtin, si klerik e laik në kish, por çdo besimtar është i thirrur për të përhapur ungjillin me vepra dhe me fjalë. Dhe gjithmonë prioriteti i një besimtari është në marrëdhëniet e tij me veten dhe me tjerët. Çfarë do thoshte Krishti në këtë kohë? Çfarë do bënte Krishti në këtë situatë? Dhe patjetër që këto ne nuk i fantazojmë, ne i lexojmë në Shkrimin e Shenjtë dhe i zbatojmë në jetën tonë. Vargu 5 na thot: po ashtu dhe nëse dikush merr pjesë në gara, nuk kurorzohet po të mos ke luftuar sipas rregullave. Çfarë na thot ky varg? Ky varg, siç thotë Shën Ambrozi, lidhet me disiplinën shpirtërore. Pra, ashtu si në ato garat që janë bërë olimpike dhe vazhdojnë të bëhen, ka disiplinë, ndryshe nuk fitohet gara ose del një garë dështuar, e pa përmbyllur dhe pa fitore. Kështu është dhe jeta shpirtërore. Jeta shpirtërore është një lloj gare që starton me pagëzimin dhe përfundon me dhënien e shpirtit, në fund të krishterë. Pra, nuk mjafton të fillosh një garë, pra duhet të respektosh rregullat e Krishtit, fjalët, porositë e Krishtit. Besnikëria është shumë e rëndësishme se një sukses i jashtëm.
Kështu që qëllimi nuk justifikon mjetin në krishterim, në krishterimin ortodoks, dhe nëse dikush arrin rezultate, ato nuk kanë vlerë nëse fiton me mashtrim ose pa drejtësi. Prandaj, çdo gjë e mirë bëhet me punë të mirë. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë më poshtë, vargu 6, bujku që mundohet duhet marrë pari pjesën e fruteve. Si të kuptojmë? Çën Teodoriti thot, ai e sheh bujkun si figurë të shërbysit të kishës. Pra, ai punon gjatë pa parë me njerë frytet. Pra, dhe ka bën këtë me durim. Kështu që edhe ne kur punojmë në kishë, nuk vinë gjërat me njerë, sidomos punën me njerëzit puna më e vështirë, se me bimën është sipas ligjeve natyrore, ose me kafshën sipas instiktit, po njeriu ka të lirinë e vet për të kundërshtuar ose për të bindur. Prandaj puna me njerëzit është shumë e vështirë dhe nuk do të me njerë, është një proces i gjatë dhe kërkon durim, ashtu si bujku kërkon durim që të marrë prodhimin derisa të punoj tokën, ta mbjelli, ta kultivoj, ta vaditi, ta prashiti, derisa të piqet fruti dhe ta marrë. Mendo sa duhet durim në marrëdhënie me njerëzit për t'i përgatitur ta për mbretërinë e Perëndisë. Rezultatet shpirtërore nuk duken me njerë. Edukimi i fëmijëve, ungjillizimi dhe formimi shpirtëror japin fryt me kalimin e kohës. Prandaj duhet durim në marrëdhënie shpirtërore, sidomos tek ata të cilët janë thirrur për të edukuar të tjerët me mësimet e Zotit dhe të kishës. Mendo për ato që them, sepse Zoti do t'i jap mend për të gjitha. Pra, shikoni se si thot apostull Pavli Timotheut. Mendo për ato që po them. Ky varg tregon bashkëpunimin midis mendimit njerëzor dhe ndriçimit hyjnor. Pra, vërtet Perëndia jep, po njeriu nuk duhet të ri pa mend, pa medituar, pa e përtypur fjalën e Perëndisë në mendjen e vet. Duhet ta pranoj, ta bëj të tijen. Pra duhet meditoj rreth fjalës së Perëndisë. Sepse ndonjëherë ne thjesht lexojmë dhe nuk meditojmë dhe nuk zbatojmë. Prandaj duhet edhe ta lexosh fjalën e Perëndisë, ta shijosh, ta përtypësh në mendjen tënde dhe ta kuptosh. Njeriu duhet mendoj, Perëndia e jep kuptimin e vërtet, urtësinë dhe diturinë, por njeriu duhet të ketë dëshirë që të meditojë fjalën e Perëndisë. Leximi i Biblës, i shkrimit të shenjtë, kërkon patjetër në fillim një lutje, kjo të bën dhe kisha kur lexohet edhe shkrimi i shenjtë. Ka një lutje në liturgjinë hyjnore për t'i përgatitur gjithë besimtarët që të kuptojnë mesazhin e ungjillit. Pastaj ajo mbas lutjes kërkon dëgjim, pastaj kërkon reflektim me durim. Pra nuk mjafton vetëm një lexim mekanik i shkrimit të shenjtë. Nuk lexohet shkrimi i shenjtë sikur lexohet një roman, por e mira është që çdo ditë lexojmë atë pjesë që kisha përcakton në kalendarin liturgjik, duke marrë pjesë nga shkrimi i shenjtë, ose duke marrë shkrimi i shenjtë dhe duke lexuar nga fillimi në fund me pjesë të ndryshme, dhe nuk është nevojë të lexojmë shumë. Lexojmë një faqe, maksimumi 2, dhe ato që lexojmë ato dhe ti meditojmë, që të kuptojmë sa më shumë duke kërkuar gjithmonë hirin e Perëndisë, urtësinë dhe diturinë e Perëndisë. Jemi në vargun 8, kujto që Jesu Krishti nga fisi i Davidit u ngjall së vdekurit sipas ungjillit tim. Pse ato këto fjalë apostull Pavli Timotheut? Pavli e vendos në qendër Krishtin që është njeri i vërtet, nga fara e Davidit. Krishti nuk është një mit, pavarësisht se edhe sot dalin teori ndryshme si mit. Krishti është një figurë historike që ka një gjenealogji, që ka ardhur nga Davidi, që ishte 1000 vjet para Krishtit, por ai u premtua se nga fara e tij do vi Krishti, Mesia, dhe Krishti ka bërë diçka që ka mbetur në histori. Ai mundi vdekjen me vdekjen. Sepse vdisi njeri në kryq, u varros, por u ngjall. Dhe varri i Krishtit sot është i gjallë. Prandaj, Krishti e ndau historinë më dysh, para Krishtit, mbas Krishtit. Këto nuk janë mite, këto nuk janë sajesa, këto janë realitete. Prandaj dhe apostull Pavli e këmbgul nga fara e Davidit. Është diçka që është brenda historisë dhe nuk mund ta mohojmë. Kur kalojmë sprova, shpresa nuk mbështetet tek rrethanat, por tek Krishti i ringjallur që është i vërtet, si në historinë toksore, po dhe në eskatologji. Pra, që ne besojmë një Krisht që ka jetuar në tokë, që është ngjallur si perëndi njeri dhe është ngjitur me lavdi dhe do të vi përsëri të gjykojë të gjallë të vdekur. Vargu 9 na thotë, për cilën unë po vuaj deri dhe në pranga por si keqbërës, por fjala e Perëndisë
nuk lidhet në pranga. Si të kuptojmë këto fjalë? Shënjua Gojarti thekson kontrastin. Apostulli Pavli kur e shkruan këtë letër ishte në burg, por ungjilli është i lirë, fjala e Zotit nuk mund të lidhet. Prangat, domethënë në mënyrë figurative, por dhe reale, nuk mund ta lëjë veprën e Perëndis. Pra apostulli Pavli gjente mënyra që edhe nga burgu ai të ungjillizonte, të bënte apostullim, dërgonte letra, dhe ato letra mbeten, dhe ato letra janë sot mësimi i krishterëve në çdo brez. Historia kishte tregon se përndjekja shpesh nuk e shuan besimin. Në shumë raste, përndjekja ka qenë një shkas më shumë për ta parapur ungjillin. Madje edhe në rastet më tragjike siç ishte martirizimi. Dëshmia e martirëve ishte një dëshmi që shumë njerëz pagan, që edhe pse kishin dëgjuar shumë fjalë, por duke parë qëndrimin e martirëve deri në fund ata bëshin të krishterë. Por dhe fatkeqësitë natyrore, katastrofat, siç ishin për shembull dhe mortajat, shpesh ato u bën mjete për të parapur ungjillin, për të parapur besimin, sepse të krishterët, ndryshe nga paganët, nuk i braktisin smurët, ata kujdeseshin për të smurët dhe nuk smureshin ndryshe si paganët. Kështu që fituan besimin e paganëve dhe admirimin e tyre dhe shumë paganë u bën krishterë. Prandaj, çdo gjë bashkëpunon për të mirë për ata që duan Perëndin, thot apostulli Pavli. Por le të flasim edhe për vargun 10. Prandaj unë i duroj të gjitha për shkak të zgjedhurve që ata të kenë shpëtimin që është në Krishtin Isu bashkë me lavditë të përjetshme. Çfarë thot apostulli Pavli? Apostulli Pavli i thot i duroj të gjitha për shkak të zgjedhurve. Pavli nuk vuan për një lavdi personale, ai pranon vuajtje që të tjerët të njohin Krishtin. Pra, ai nuk e bën këtë thjesht për një ego, ai pranon vuajtje që nëpërmjet vuajtjes dhe durimit të tij të njerëzit të kenë mundësi ta shikojnë Krishtin tek apostulli Pavli. Shën Teodoriti e quan këtë dashuri baritore. Shërbimi i krishterëve shpesh kërkon sakrificë. Mësuesit, prindit, teologët, katekistët dhe çdo besimtar mund të japi nga vjetja për të mirën e tjerë. Dhe shembulli është ai që kthen, më shumë se fjala. E thot Shënia Gojarti, shkoni predikoni, në është e mundur me fjalë, predikoni me jetë, me shembull. Ashtu si dhe apostulli Pavli predikonte me qëndrimin e tij në burg, me qëndrimin e tij stoik, të durueshëm, po besnik ndaj Krishtit, por dhe aty gjente mënyra për parapur fjalën. Tre figura përdori apostulli Pavli dhe etrit vëren se Pavli përdor tre figura: ushtarin, simboli i disiplinës dhe besnikërisë; atleti, simboli i vetëpërmbajtjes dhe i bindjes ndaj rregullave; dhe bujku, i cili simboli i burimit dhe punës së vazhdueshme. Së bashku ata përshkruajnë jetën e krishterë, pra që është disiplinë, është bindje dhe qëndrueshmëri. Mesazhi për sot i kësaj pjese është që ne duhet të mbështetemi në hirin e Krishtit jo vetëm në aftësitë tona, të përcjellim besimin tek brezi tjetër me besnikëri, dhe kjo është një detyrë e gjithë krishterëve, jo vetëm e klerikëve dhe teologëve, katekistëve, po dhe laikëve, të përballojmë vështirësi pa u larguar nga Krishti, të lejojmë që shqetësimi dhe kësaj bote të vendin e parë në zemrat tonë, të jetojmë me disiplinë, durim dhe shpresë, duke kujtuar se Krishti i ngjallur është themeli i besimit tonë. Prandaj, kjo pjesë e letrës së apostullit Pavlit drejtuar Timotheut nuk është vetëm një këshill për Timotheun si një udhëheqës krishtar, siç ishte një episkop, por një udhërfyes për çdo krishter që të jetë i forcuar nga hiri, që të besnik në të vërtetën, i pa lëkundur në sprova dhe i pa ndryshueshëm ose i përqendruar te Krishti deri në fund të jetës, duke ditur se fjala e Perëndis nuk lidhet në pranga. Dhe jo më kot lexohet kjo pjesë sot, sepse ne kujtojmë një nga shenjtorët më të dëgjuar, Shën Pandelemoni, i cili është një anargjend, mjekshërues pa para, por edhe një martir i Krishtit, i cili edhe ai qëndroi deri në fund besnik dhe prapi ungjillin me fjalë, me vepra bamirësie, por dhe me gjakun e tij. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot. Urojmë njëri tjetrin për shumë vjet, edhe ta gëzojnë emrin ata që mbajnë emër Pandelemon, në nder dhe kujtim të Shën Pandelemonit, dhe miru takoheshim në takimin tjetër.